Jemi në kodrën e trimave në rrugën Bajram Musa, ku pas meje po shihni ujrat e grumbulluara që janë prej kohësh. Komuna kishte nisur punimet për kanalizim, mirë po i ka lënë në gjysmë. Tani pellgu është me ujë të ndotër dhe arrin deri në 5 metra thellësi dhe me erë të rënd dhe rrezik për banorët. Një familje madje është detyruar të largohet pasi uji ka hyrë brenda në shtëpi. Sot pas rrjeshjeve të shiut, niveli ujit është rritur dhe ka përkecuar situatën dhe rrezikun për banorët, veçanërisht për fëmijët. Banorët kërkojnë nga komuna ndërhyrje urgjente për ta zgjedhur këtë problem. Për 2028 është ky problem. Për fat keq investimet kapitale nuk kanë vetëm një herë 2028 në Krenar Xhaferi ka hap një grup me një kompani private. Për fat keq as 4 metra thellësia. Prezëve komunë morën me bëj intervenimin e vet që ju ta kanë aty në. Ata do të marrë me rregullu këtë punë, jo na. Se kjo nuk ka punë private, punë e shtetit do të marrë me rregullu ata kanalizimin e ujit. Kjo është shtëpia e një kushis, ata kanë dalë me qiro, janë largu për këtyr, se për fat keq se ka hi uje që në kotën e parë, ata nuk as shtëpia e pabanueshme tash. Ne i pam edhe disa policë që kishin ardhur ju vizitu. Po ata kanë kry punën e vet, po ata s'mund më kry, ata bagera s'kan më rregullue me hek ujin ose me bëj intervenime.